Shqipe. Unë e kam thënë, e them dhe do ta them. Ore, sikur Ermonela Felajt ishte atje prokurore, s'pak ç'a do ndodhte. Kjo është pyetje se kanë Po këto që po ndodhin, nuk janë gjëra të këqija, tregon që reforma ja vlejti. Do ndryshojë gjë nga këto që kanë ndodhur nga prokurorët e SPAK-ut që kanë bërë? Unë besoj që lufta do duhet të thellohet. Të thellohet? Patjetër. Mos më thuaj që do thellohet për nga kampin tjetër. Jo vetëm ndaj korrupsionit, edhe ndaj krimit të organizuar. Kam përshtypjen që nëse Ermonela Felajt do ishte prokurore e SPAK-ut, jam i bindur që do kishim numrit i politikanëve të arrestuar do ishte më i madh. Faleminderit për komplimentin. Unë nuk mendoj që jam shkëputur ndonjëherë nga... Mos më thuaj që jam me grip. Jam pak me grip, jam pak me grip. E para jesë mos më ngjishësh Jo, këto nuk e bëj, Landi. Jam shumë e mirë. E dyta, kush e ka grip atje? Askush nuk kanë kohë për mua. Në takimet atje ku e ke nisur? Jo, kam shumë përshtypjen që do jetë laringit, edhe lodhja, edhe këtyre ditëve normal që është dobësuar imuniteti. Po, kështu që nuk do jem aq. Si të kam pritur se do jem e thjeshtë. Ta kam vështirësuar çik jetën në këtë fushat tani. Nga Berati, jeta jote në Poliçan, Berat, tak në Fier. Hajde më Fieri aty afër, më zeqe. Tani nga Fieri në Kashar. Po isha në Tiranë në 2021. Edhe isha në zonën e freskut. Po pse nuk të mund të erdha për fushatën? Sepse praktikisht në zonën e freskut kam punuar si të isha deputete pavarur, për të thënë vërtetën. Sepse nuk kam punuar me strukturat. Do të themi që fresku është një lagje e njësisë quajtur Dajt. Po jo e vogël, nuk është e vogël, po pjesa me të cilën unë më duhet të punoja nuk ishte ndonjë pjesë e konsiderueshme, kështu që më desh që në kryet e herës që t'i shfrytëzoja në mënyrë shumë të efektshme ato ditët e fushatës, sepse erdha në Tiranë vetëm një ditë mbasi është shpallur lista e kandidatëve për deputet. Jo, flas për 2021. Për 2021. Kështu që unë këtë rrugën e vështirë të them të drejtën e kam bërë. Është e kaluar për mua, këtë përgjigje do kisha, është e kaluar domethënë. Unë ka qenë në shkurt që punoj në Kashar, jam prezantuar me strukturat, kam Si të kanë pritur? Ndjer mirëpritjen e tyre. Këtë do thoja, jam pritur mirë, jam pritur. Ke shkuar vetëm te socialistë apo te parlamenti e ka bërë punën e vet. Jo vetëm te socialistë, edhe te demokrat. Në fakt kam krijuar këtë përshtypje që nëse një zgjedhje duhet të jetë shumë i ndershëm, korrekt dhe kërkon këtë, e gjen te Ermonela Felajt. Pastaj këto miqësitë, lidhjet e tjera, kjo është një çështje tjetër pastaj. Të them të drejtën, unë vazhdoj të funksionoj në këtë nivel. Jo, nuk kam kushuri atje. Më mirë që nuk kam kushuri, se kjo duhet të thotë çdo njeri që unë nuk kam interesa personale. Asi të njohur atje? Nuk kam të njohur, i kam njohur tani njerëzit, nuk është që i kam njohur më përpara, sepse nuk ka qenë një territor ku unë kam punuar. Po unë them gjithmonë, njerëzit janë njësoj, nuk ka rëndësi se ato janë në Tiranë, apo janë në Fier, apo janë në Berat, apo janë në Kuçov. Në kuptimin e pritshmërive dhe gjërave që presin nga ne, kështu që mua nuk më mungon as njohja, as përvoja, dhe e di e njoh vështirësinë e punës. Nuk jam duke thënë që është puna me lehtë e mundshme, pa aman e pamundur nuk është. Me njerëzit mund të ndërtosh besim, mund të ndërtosh komunikim dhe t'i vësh gjërat në rrugën e zgjidhjes dhe unë këtë pres. Dhe këtë jam duke bërë në këtë njësi. Jam shumë kurioz të di, ka rënë një rasti si deputete të takosh një personazh që dikur ke firmosur urdhër arresti? Këtu në Tiranë? Kudo? Jo, po, më ka ndodhur gjatë asaj kohe që kam qenë deputete, veçanërisht në rastet kur kemi qenë për këto vizitat në për burgjet e grave ose burgjet e të rritur, le të themi. Ka thënë tim ka arrestuar. Jo, asnjë gjë, më shumë ka qenë problemi im për të qenë aty, në kuptimin që unë jam pak i rezervuar të them të drejtën ndaj amnistive, edhe vitet e fundit ne kemi bërë disa herë amnistie, dhe ndoshta qëndrimi im kam qenë jo, nuk kam qenë kundër, sepse ajo është një gjë ligjore, po kam qenë më e rrept në kuptimin e gjërave që nuk ta kanë frikën për të rreptësinë. Të them të drejtën dhe kur kam qenë aktivitete të tilla, jam munduar të ndaj shumë njerëzisht me gratë apo me vajzat e dënuara apo dhe me meshkujt që kemi pasur mundësinë që të jemi në këto vizita në burgje, që ato duhet ta kuptonin që nuk duhet i ktheheshin më asaj dere. Do më thonë, duhet ta lini pas krave të gjitha. Në këtë qëndrim, unë jam kështu për shkak të formimit, edhe sepse besoj që dënimet duhet të vlenë në kuptimin e parandalimit edhe të posaçëm. Jo vetëm të përgjithshëm. Duhet të vlenë kuptimin që gjithë secili ta ndjej peshën e një dënimi dhe të reflektoj. Kjo është mënyra e vetme për të riintegruar në shoqëri. Amnistit nuk janë që ti nuk e bër asgjë.
Edhe nuk duhet jenë një relativizim as i fajit dhe as i dënimit. Ato janë dënime të dhëna për vepra të kryera, kështu që do duhet të reflektosh në kuptimin që t'i rikthesh shoqërisë gjithmonë i vendosur për të mos e thyer ligjin, për të mos e thyer më ligjin. Tani, okej, po kam një listë unë këtu, lista së shime, po kam përzgjedhur listën e Tiranës në qarkun e Tiranës, pra lista e hapur, jo e mbyllura. Anila Dena, Erben Plumbi, Pandeli Majko, Blerina Gjulameti, Erion Braçe, Blendi Gonxhe, Tilda Gjona, Fatmir Gjafa, Klotida Bushka, Mimi Kodheli. Në këtu fitosh ti me skryve? E së pari, gara ime është me Ermonelon dhe gara është për njerëzit, është për Kasharin dhe është për qarkun Tiranë. Dhe është kaq e madhe kjo garë dhe është kaq i madhe ai elektorati, le të themi, me cilin e duhet punojmë, sa që nuk shoh fare vend që ne duhet të përplasemi, se s'ka arsye të përplasemi fare dhe nuk e shoh që të ndodh kjo. Jo, s'përplaseni ju atje, sa atje në zonë keni ndara ju po. Po, kjo është garë dhe besoj që ndron në vetdijen e gjithë secilit që kjo është garë, kështu që gjithë secili me figurën e vet, me qasjet e veta publike, me atë që ka ndërtuar në vitet e të qenit pjesëmarrës aktiv në politik, natyrshëm që kjo u flet njerëzve dhe u thot diçka nuk ka se si të mos u thot.